Dita e 9. Lajme ngushëllimi dhe gëzimi. Ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. Zëri i dikujt që bërtet në shkretëtir. Shtroni udhën e Zotit. Hapni në shkretëtir një rrugë për Perëndin ton. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar. Vendet dredha të drejtuara dhe vendet e vështira të sheshuara. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo mish do ta shoh, sepse goja e Zotit ka folur. Isaia 41 dhe 3 deri në 5. Zoti u dhënë paqe sot është një këngë tradicionale angleze që ka ekzistuar prej shumë vitesh. Në romanin Një këngë Krishtlindjeje, shkruar nga Charles Dickensi, kjo këngë shfaqet herët, por ndërpritet shpejt. Një këngëtar fillon të këndojë rreshtat e parë, por që në tingujt e parë, Scrooge e kap vizoren dhe përplas me aq forcë sa që këngëtari ja mbathi të merruar. Scrooge nuk e njihte lajmet e ngushëllimit plot gëzim që shpallte kori i këngëtarëve. Shumë kohë përpara se kjo histori të shkruhej nga Dickensi, shumë kohë përpara se kënga të këndohej për herë të parë, Perëndia u dha një mesazh shumë të drejtë për drejt lajmëtarëve të tij. Ngushëlloni popullin tim. Ky mesazh ju përcoll atyre që ishin zhytur në trishtim, të izoluar, të shtypur, të dëshpëruar. Dhe edhe pse ata nuk donin ta pranonin, arsyeja pse ata u gjendën në një pozitë të tillë ishte në thelb se ata kishin pushuar së dëgjuari Perëndin dhe shërbëtorët e tij. Në vend që t'i bindeshin atij, ata kishin vendosur që të përpiqeshin ta gjenin vetë kuptimin e jetës, në vend që ta pranonin atë, ata e kishin shpërfillur. Pastaj, ata kishin arritur në përfundimin se Perëndia i kishte harruar, se ai nuk kujdesej për ta. Por e vërteta qëndronte krejt ndryshe. Njerëzit mund të largohen nga Perëndia, por Perëndia nuk do të heqë kurrë dorë nga populli i tij. Çfarë ngushëllimi! Ky mesazh ngushëllimi nga Isaia mund të përmblidhet me 4 fjalë. E para është shpallja. Është e vërtetë të thuhet se këto fjalë u than prej Isaias, por është po aq e vërtetë të thuhet se goja e Zotit ka folur. Këtu kemi një dualitet të çuditshëm dhe realitetin e mrekullueshëm që Perëndia është lajmëtari përfundimtar që zgjedh ta përcjell mesazhin e tij nëpërmjet instrumenteve njerëzore. Dhe mesazhi i tij është një mesazh ngushëllimi. Çfarë është ky ngushëllim që po shpallet? Koha e tij e luftës ka mbaruar, që paudhësia e tij është shlyer, dhe paga e mëkatit është paguar. Në thelb, Perëndia po i thot popullit të tij: ky dështim, kjo mosbindje ka zgjatur mjaftueshëm. Njerëzit kishin mëkatuar dhe për këtë arsye kishin vuajtur, por ky nuk ishte fundi i historisë së tyre. Isaia 40 është një fjalë profetike, një fjalë që u shqiptua në lidhje me realitetin e ditëve të vet Isaias, por që gjithashtu kishte edhe një realitet të ardhshëm, i cili do të shpalosej në të gjithë plotësinë e tij. Madje, kjo fjalë na flet neve edhe sot. Ne kemi mëkatuar dhe për këtë arsye kemi vuajtur. Bota është mbushur plot me pasojat e rebelimit të njerëzimit kundër krijuesit ton. Por, siç na kujton vazhdimisht Isaia, ky nuk është fundi i historisë son. Perëndia e ngushëllon me dashamirësi popullin e tij të zgjedhur. Pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua, na thot ai. I fshiva shkeljet e tua si një re e dendur dhe mëkatet e tua si një mjegullin. Kthehu tek unë, sepse unë të kam shpenguar. Po vinte dikush i cili do të mbarte mëkatet dhe pikëllimet. Dikush që, në vetvete, do të na ofronte ngushëllim dhe gëzim. Detyra pra, është ajo e përgatitjes. Dhe kjo është fjala jone e dytë. Një element kyç i shpalljes së lajmëtarit është të thërras. Përgatitni udhën e Zotit. Prandaj, Gjon Pagzorit ju dha shërbesa e shpalljes së ardhjes së Zotit Jezus. Ai ishte përmbushja e Isaias 43, por
Në një farë kuptimi, të gjithë ne jemi si Gjon Pakzori. Si do ta dinë miqt, fëmijët dhe të afërmit tanë të dashur se Jezusi ka ardhur për të sjellë ngushëllim dhe gëzim? Duke dëgjuar mesazhin e Ungjillit. Si mund të bëhet ftesë atyre që të përgatitin rrugën për ardhjen e tij të dytë, që të jenë gati për ta pritur atë? Nga buzët tona. Ne të krishterët jemi lajmëtarë, pavarësisht se kush jemi dhe se ku na ka vendosur Perëndia. Rëndësia e detyrës sonë nuk gjendet në faktin se kush jemi, por në mrekullinë e këtij mesazhi që na është dhënë për ta shpallur. Përgatituni të atakoni Perëndin, kundër të cilit keni mëkatuar, por që ka ardhur për t'i dhënë fund të gjithë mëkatit tuaj dhe vuajtjeve tuaja. Kjo na sjell te vargu 4 dhe te fjala jonë e tretë, transformimi. Kur lexojmë se terreni i vështirë do të bëhet i sheshuar, Perëndia po thot se kur të vijë, ai do të merret me pengesat, mosbesimin, tundimin, padrejtësinë dhe me shumë të tjera. Ka shumë gjëra të cilat qëndrojnë mes kësaj bote, siç është, dhe botës që Perëndia ka premtuar se do të jetë një ditë. Shumë prej tyre, në të vërtetë gjenden brenda vetë zemrave tona. Çfarë mund të bëjmë unë dhe ti në lidhje me gjithë këtë? Në një kuptim, përgjigja është asgjë. Por ky është një ngushëllim, jo një shkurajim. Sepse vetëm Perëndia është në gjendje që t'i shemb muret. Vetëm Perëndia mund t'i ngrej luginat, t'i rafshoj malet dhe t'a ripërtëri një zemër prej guri. Ai premton që do ta bëjë këtë punë. Cilat janë betejat e tua? Apo sheh se je i paaft për t'u përballur me lartësitë e krenarisë, me thellësitë e mungesës së vetvlerësimit, ose me kohëzgjatjen e sprovave të tua? Kujtoj që Perëndia do të çojë në tokë të sheshtë. Perëndia mund të të kalojë përtej dhe mbi atë që nuk do të mund ta kaloje dot kurrë vetëm. Ai, në fakt, nuk njeh kurrë frenim. Ai ka përcen të gjitha pengesat. Ai udhëton pa njohur vështirësi. Ai gjithmonë arrin në destinacion pa dështuar kurrë dhe ai është gjithmonë në kohë. Kjo na çon te fjala jonë e fundit, zbulesa. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo mish do ta shohë. Lavdia e Perëndisë është karakteri i tij. Kush ai është? Lavdia e Perëndisë është që ai është i mëshirshëm, i hirshëm, i shenjtë, plot dashuri, i ngadalshëm në zemërim, besnik ndaj premtimeve të beslidhjes së tij dhe shumë më tepër se kaq. Ai e ka zbuluar këtë lavdi në mënyrë më të plotë dhe të mrekullueshme. Si fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit nga Ati, plot hire të vërtet. Isaia po shihte drejt Krishtlindjes. Gjithçka që mund të njihet për Perëndin në trajt njerëzore, gjendet në Jezusin. Dhe kjo është arsyeja pse ardhja e tij është e denjë për një reflektim kaq të thellë dhe festim kaq të madh. Ja pra, cili është ngushëllimi i vërtet dhe gëzimi i një mend. Perëndia ka folur. Mëkati dhe vuajtja nuk janë fundi i historisë. Përfundimi mbështetet mbi punën e Perëndisë dhe jo mbi tonën. Këtu gjendet shpresë për zemrën më të lodhur dhe ngrohtësi për zemrën më të ftohtë. Ja se çfarë na shpëton që të mos bëhemi edhe vetë si Scrooge, teksa ballafaqohemi me sfidat dhe vështirësitë e jetës. Perëndia ka hyrë në histori. Ne kemi parë lavdinë e tij. Dhe pikërisht këtu i gjejmë lajmet tona më të mëdha dhe të palëkundura të ngushëllimit dhe të gëzimit. Për reflektim. Si të sillin këto të vërteta, ngushëllim dhe gëzim në rrethanat e tua të veçanta? Kujt mund t'ja japësh këtë mesazh duke e drejtuar te burimi i ngushëllimit dhe gëzimit të vërtet? Zoti ju dhon të paqe, sot asgjë mos t'ju shqetësoj, se në
ish lindjen e parë erdh Krishti shpëtimtar, të na shpëtoj nga robëria e djallit për gjithmonë. O lajm ngushëllimi plot gëzim, plot gëzim. O lajm ngushëllimi plot gëzim. Një engjëll i bekuar vjen nga Ati Perëndi, dhe te barinte fushave solli lajmin e mirë, që sot në Betlehem ka lindur biri Perëndis. O lajm ngushëllimi plot gëzim, plot gëzim. O lajm ngushëllimi plot gëzim. O lajm ngushëllimi plot gëzim, plot gëzim. O lajm